purolesh. 14 kile deri në 18 kile. 14 kile? Po. Kjo është e zadrimës apo e Mergjitës? Zadrima. Sa vjeçë duhet ishe për ta veshur këtë? Zakonisht martesat janë bë mbi 16 vjeç. Dhe me këtë punoje gjithë ditën? Ja, vetëm nuset i kjo vishin është përdorur në periudhën e nusërimit. Se mandej ka ndru edhe gjatë nusërimit ka shkuj ka hekteshët edhe ka vesh tjerat më të letat. Kur është dashur të punoj? Ka kenë komode në pajën e vetë. Pajët e nusës zadrimës domoni janë karakteristikë që një ark plot ka ardhur me rroba. Edhe kanë dhënë kontribut për përgatitjen e pajës të dyja palët. Kanë nda raportet zakonisht i kena cilësu pak keq në kohën e komunizmit, sepse burri ofrohej me lek. I vend të një sasi, i ati i vajzës, i thotë ti do të mbish kaq lek, edhe ndashin, unë do të bëj këtë, ti këtë mënyrë në raport e krejt paqësta dhe drejta. Cilën veshje do provoj unë, zë Noc? Veshjen atjerë. Mendoj se duhet veshje më të lehtë. Dhe zadrimës po marrë, me që jemi në zadrimës. Zadrimës. Kush do më ndihmoj ta veshje, se unë nuk i di radhën? Radhën, po vjen e me shoqe dhe... Si e? Si të quajnë? File, sepse ka pas gjyshën italiane, edhe ja ka njët ajo Filomena. Filomena. Kështu që unë me ja trajtu i fije ma thjesht, File. Fajl. Si e një njofër ju, File? Apo të pjesë ndosin se ti paske paktor? Unë kam shku me bashkë me djemë të arë, se shkëshën për festa atje. Atje, ta në Grumull, se ishte shtëpia tëne, më orientojnë e më thojnë shikojem pak ma mirë se sa herët e tjera, edhe unë fillova të shiku pak ma mirë. E kur e pe pak më mirë? Të pëlqeu pak më shumë? Mirë, më dhej pak menja dhe... Kështu ka kenë shumë sakt, edhe më dhej u lidhme, të gjitha ritualet i kena bërë. Ju keni jetuar këtu, në Zadrim? Po. Si ka qenë jeta ju e këtu? Jetë e vështirë, po. E njerëz të mirë, po. Ju keni vesh koretin dhe këmishën. Koreti quhet ky i kuqi. Ndo, si dukem si nuse zadrimore? Speciale. Më shkon apo jo? Nuse zadrimore i kemi thënë kumbullore. Kumbullore. Po si, nuse duhet i kishin se s'bën flokët kaqurela, apo qfarë? Jo, bëshin tuf edhe të drejt, për shumëllë që nëna jeme nuk ka pas flokë kaqurela. Po ajo i ka dvu me këto që ka mund? Jo, i ka pas original. Edhe këto tjerët dvu me original. Kështu rinte një nuse, kështu shërbente, kështu shkonte të dielën në kish, kështu ishte nuse zadrimore. Nuk e di se sa ju pëlqejon si nuse zadrimore, pak e vështirë për ta mbajtur këtë, po kështu duket. Karakteristikë dashmat e Zadrimës janë bë spektakle të përkryera. As edhe një regjizor i mirë i kohëve të sotme nuk mund të arrite ta përshkruante të gjitha ta. Ka pas ritualin, dashma ka fillu 2 javë përpara, ka fillu me dërgimin e dhëntis, dërgimin e dhuratave, lëvizjen e pajës nusës nga zona deri të shtëpia nusës, se cila ka kene harmonizu me mënyrë përkryme, e ditun se çka do të thuhet, e çka do të bëhet gjatë periudhës që shkojnë grupet e ndryshme në këtë drejtim. Dhe mandej ditët e forta kanë kenë ditët e shtunë dhe diele. Zakonisht ka pas një rregull që dashpat kanë kenë të orientu me më mba ditë hane. Po pse? Sepse hanja fillim javë, mos të zëhe e dielja ishte ditë që mund të shkonin në kish, e tjerë. Dhe atëherë u përmës kjo ide, këthyn ditë diele, erdhen kohët e monizmit dhe këto e përjashtun edhe me rregull.
Dita diele ishte spektakolare, lexoj lista e emrave që do shkonin me marnosën, rreshtoshin, merrshin me vete pajisje të ndryshme, siç ishte një çantë me shishe me raki, se duheshin atje. Ndonjë merrte ai që kishte drejtën nga kryefamiljari, pjesë e shtëpisë merrte edhe i pisjoll, që mund ta kishte edhe pa leje, e merrte me vete, sepse duhej. Dhe spektakli shkonte me marnose, e gjithë rrugat të i këtësy, të i këllum. Boje, heng i plot. Po nusja, çfarë i lejove të bënte? Shja vetëm të rinë urt fort. Shumë fort. Shumë urt, sepse do të me paraqit veten si ma e mira, si e bukur adheut. Dasma shkonin atje në momentin që kanë hyrë te dera e shtëpisë së nusës, është ndal hengu, janë fut mbrëma, janë rendit, janë rreshtu, atje kanë konsumu pak raki, pak djath, petulla, mjalt, kështu gjana të thjeshta të shpejta, kanë majt ligjëratat e duhuna ato të shtëpisë kryefamiljari dhe tjerët, i kanë uru çiftit të ri, mandej janë shup pikë shparit e kanë dalë krushit që kanë ardhur me marnosën, janë stacionu diku më larg. Të shtëpisë e kanë përgatit nosën, e kanë zerë, e kanë vënë kal, zakonisht me kal janë marrë nosët edhe këto. Edhe kanë marrë rrugën, kanë nda, kanë pi edhe kaj gotë raki atje në rrugë, janë rreshtu të gjithë, edhe si dhurat. A këthy prej palës tjetër, po kështu kaj pika raki me shishe dhurat. Mandej, sa janë largu pak nga shtëpia, për mos me fyje, mos me ullë mikun, atëherë kanë fillu hengun rrugës. E gjithë rruga heng, kanë ardhur shtëpia, kanë ullë nosën, e kanë vendos me pushu për pak kohë, janë sistemu e fresku dasmort, janë relaksu pak, mandej janë shtru ata sofrat për dasën. Edhe këngët zadrimore që janë ashtë njohura. Rekord. Për se cilin element të këtyne momenteve ka këngë të veçanta. Të vjen ndërmend ndonjë? Ja, mos më thuj se Nuk i thua dot. I kam regjistru të gjitha, i kam në një libër, ta në ritualin e këngëve të dasmes, edhe këngëve tjera popullore, po zakonisht dasmes, edhe në lindjen e fëmijës, edhe në dasëm, edhe në ditën e dhëntis, edhe në ditën e fesë, ka pas se cila këngë të veçanta që i kanë knu po asaj dite vajzë dhe djalit. Te vajza ishte më pak këngë, kurse te djali, të mon ishte stuhi këngë. Stuhi. Kështu ishte dasma zadrimës. Për fat, këtë alegrinë e asaj periudhe kohet, e kanë të zhigua dhe sot e kësaj dite, të më dasmat. Por simbolit e këto gjonët e tjera nuk e ka rrujt fort. Ti e një zadrimor që nuk e ke harruar traditën, po të tjerët si janë? E ruajnë? Mosha jam e i ru. Mosha jote vetëm? Po. Si me ndonë, ti brezi i ri po i harron traditat? Kanë fut pak simbolika të kësaj natyre në dasma, këngëtarët veti fusin për arsye komerciale, me përshtat, por pak i kanë deformu edhe ato motive. Për shumë, po themin e një ritual, krejt i bukur, është për momenti kur vjen nusja në katunë. Kur vjen nusja në katunë, edhe një, jo i largë, po fshatari i dashtën i familjes tëne, i ka dalë për para krushqive, bashkë me fisin e vete, me gratë e veta, e djemët, i ka dalë për para me raki, me petulla, me djath, edhe të gjithë dasmort kanë kalu si një parat, se cili ka pi pak raki, ka marrë kaj petulle ka njën mjalt, edhe i kanë uru dashmen shoqet vetë. Po të kalon të shtëpia ka daja, ishte edhe ma e mija. Ti ke ruajtur ka shumë gjëra, ti nuk do ndalosh duke i bërë këto, apo jo? Vetëm nëse më ndalon të drejtën ai madhi atje lart, se për ndryshe jo. Kush do të ndaloj? Kjo është pasuria që ti ke? Pasuri kolosale është.